prit se që 2-3 herë kam folë, nuk po të vetëm në folë. Jo, nuk jetë më në prit se jetë më ndalu ti mu që 2 herë, e prendi obligim, nuk dhe shta më folë, po mos e që pretën që gjuhë. Jo, nuk më nëshme ma nojë fjallin, nuk më nëshme ma ndërprej, edhe thani, kështë të manipulu? Kështë të manipulu më? Veç pak, nuk më nështi mu me mllohën, nuk më nështi ma ndojnë mu fjallin, jo, sepse unë krejt që a thash është ka shëndronë. Së mësë për organizimet të rrymës, se tash është hot topic që kjo tema e rritjes së energjisë, po sistemi energjetik në Kosovë kështu e meriton një farë vëmendje ma të madhe dhe një farë konsultimi publik prej asaj se çfarë do të ndodhë, prej privatizimit e tutje, po grupi asë një cent ma shumë që është në faqe në Facebook Cats të kthehet Kosovës, angazhohet prej viti 2021. Kur na kemi në fund të vitit 2021, kur ka filluar reduktimet e energjisë elektrike në Kosovë, që janë shumë të mëdha, tash mos të flasim që këtë dimër na në Prishtinë nuk e kena vrejt fort çau në rrymë apo ti pyesim pak